Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salat dhe salamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Të nderuar vëllezër musliman, motra muslimane, të nderuar xhamatli, sonte do të flasim për historinë e Idrisit a.s. dhe mësimet që nxjerrim prej kësaj historie. Thuhet se Idrisi a.s. ka lindur në rrethinat e Babilonisë, e cila ishte një vendbanim që gjindej midis lumenive Tigër dhe Eufrat, në zonën e Mesopotamisë. Idrisi a.s. mirrej shumë me adhurim dhe shoqërohej me njerëz të mirë edhe para se të vinte shpallja nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu. Gjithashtu ai e siguronte jetën apo kafshatën e gojës, e siguronte prej punës së duarve të vet, prej punës së duarve të veta. Pejgamberët ashtu siç janë pika kulminore në aspektin shpirtëror, janë edhe pikë kulmore edhe në përsosshmërinë lëndore apo në aspektin fizik. Për shembull Ademi a.s. ka qenë shumë I prirë në fushën e buqësisë, ndërsa Idrisi a.s. ka qenë një robaqepës I mrekullueshëm. Ai jetoi në një popull me prejardhje të Kabilit, të birit të Ademit a.s. Ky është një popull I prishur si nga ana materiale, edhe nga ana shoqërore, edhe nga ana shpirtërore. Kështu që I kishin harruar ata mësimet e Ademit a.s. dhe kishin marrë rrugë të gabuar. Pra ata e kishin harruar adhurimin që duhet bërë Zotit dhe bënin çdo të keqe të ndaluar, duke e konsideruar si diçka normale dhe e lejuar. Pra, në këto rrethona, Allahu xhalla shanuhu e dërgoi Idrisin a.s. si profet për këtë popull të larguar nga rruga e së vërtetës, me qëllim që të udhëzonte në rrugë të drejtë. Profeti Idris a.s. apo profetit Idris a.s. ju shpallën rreth 30 fleta apo fletushka në formën e urdhrave hynor, me anë të cilave I bëheshin të ditura urdhrat e Allahut xhalla shanuhu dhe ajo që është e ndaluar nga ana e Allahut xhalla shanuhu. Këshillat e Idrisit a.s. ai u thoshte njerëzve të vetë fjalë të urta e u jepte porosi, ku disa prej të cilave janë: kur njeriut të mençur I rritet pozita, I rritet edhe modestia. Njeriu I mençur nuk e sheh të metën e tjetrit dhe nuk ua përplas në sy të metat të tjerëve. Nëse I shtohet pasuria, nuk mburret dhe nuk prishet moralisht. Kush nuk e pastron egon e vet, do të thotë se është I pamend. Dashuria për këtë botë dhe për botën tjetër nuk bëhen kur bashk. Kur të luteni, qëllimi juaj le të jetë I pastërt. Pra këto ishin disa prej këshillave të Idrisit a.s. që u jepte njerëzve. Cilësitë e Idrisit a.s. Besnikëria, drejtësia dhe vërtetshmëria e Idrisit a.s. përshkruhen kështu në Kur'anin fisnik.
Allahu Gjelle Gjelalu në kapitullin Merjem ajeti 56 thot, trego në libër për Idrisin. Ai ishte njeri i së vërtetës dhe ishte profet. Pastaj në kapitullin tjetër kujto Ismailin, Idrisin dhe Dhul-Kiflin, të gjithë këta kanë qenë të durueshëm. Ne i pranum ata me mëshirën tonë, me të vërtet ata ishin ndër të drejtët. Pra shprehjet të drejtë dhe të durueshëm që përdoren në këto ajete për profetët e përmendur, është për të shpjeguar virtytet e tyre dhe për të i lavdëruar ata. E një gjë të tillë, pra e ka bërë Allahu Gjellëshanuhu në Kurani Kerim. Vdekja e Idrisit a.s. Thot Allahu Gjellëshanuhu në Kuranin Fisnik, ne e ngritëm atë në një vend të lartë. Kapitulla Merjem, ajeti 57. Ky vend i lartë interpretohet si ngritje në një nivel të Zotit i madhënueshëm. Ngritje në xhenet ose ngritje në nivelin e 4 të qiellit. Në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit shënohet një hadith i cili përforcon faktin se ai është ngritur në katin e 4 të qiellit. Ku tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, kur arrita gjatë Mirajit, është fjala, gjatë Mirajit, kur arrita gjatë Mirajit në katin e 4 të qiellit, u takova me Idrisin. Gjebraili më tha, ky që she është Idrisi, jepi selam. Dhe unë i dhash selam, edhe ai ju përgjigj selamin tim, e më pas më tha, mirë se erdhe o vëlla i mirë, mirë se erdhe o pejgamber i mirë. Pra ky hadith e vërteton atë se Idrisi është ngritur në katin e 4 të qiellit, sepse pejgamberi sa më tregon se kur ka arrit në katin e 4 të qiellit, e ka taku Idrisin, e që Gjibrili ja ka bë me dije se ky është Idrisi. Dhe sa i përket vdekjes së Idrisit a.s. Thuhet se i erdhi një engjull me të cilin ishte shumë i shoqëruar Idrisi a.s. Dhe i tha, Allahu më ka shpallur këtë dhe këtë. Pra Idrisi, po i thot ati me lojkut me cilët ishte i shoqëruar shumë. Bisedo për këtë me melekun e vdekjes, në mënyrë që të bëj sa më shumë veprat e mira. Pra me një farforme kuptohet që Allahu Gjellëshanuhu e ka paralajmëruar se do ta ketë së shpejti vdekjen apo fundin e këtë botë. Ky e mori në krahët e vet dhe ngriti në qiell. Kur arritën në qiellin apo katin e 4 të qiellit, e takoi melekun e vdekjes, i cili pikërisht ishte duke u lëshuar poshtë. Kur ky melek i tregoi melekut të vdekjes se çfarë lutje i kishte bërë Idrisi a.s., meleku i vdekjes tha, e ku është Idrisi? Ky meleku tjetër u përgjigj, ja këtu në krahët e mi. Meleku i vdekjes tha, sa gjë e çuditshme, jam dërguar që shpirtin e Idrisit ta pranoj në katin e 4 të qiellit. Andaj i bëja vetes pyetje, si do t'ja pranoj shpirtin e Idrisit në katin e 4 të qiellit, kur ai jeton në tokë? Dhe kështu aty ja pranoi shpirtin. Pra, caktimit të Allahut Gjellëshanuhu nuk mundet të ikë askush dhe askush nuk mundet që ta ndryshoj. E përmendëm pak më lart disa ajete kuranore ku përmendet Idrisi a.s. në ato ajete. Po ju rikthehemi edhe një herë. Surja Merjem, ajeti 56 edhe ajeti i 57. Allahu Gjellëshanuhu thot,
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Pra është shumë interesant disa termet që janë përdorur në këto dy ajete kuranore. Allahu xhalla shanu thot, përkujtoje Idrisin në libër. Ai ishte një njeri i sinqert dhe pejgamber. Ne e ngritëm atë në një vend apo gradë të lartë. Tash të fjalë që Siddiqa Nebija, Ibn Kathir i shpjegon as-Siddiq apo Siddiq do të thot ai që vërteton të vërtetën me zemër, fjalë e vepra, me shkallë të lartë besnikërie në iman, pra që është i fortë në iman. Pra, Idrisi a.s. ishte shembull i sinqeritetit, dëlirësisë dhe bindjes ndaj shpalljes. Kurse termi nebija tregon se ai ishte dërguar me udhëzime hyjnore për popullin e tij. Wa rafa'na makanan 'aliyya. Pra ajeti tjetër. Dietarët kanë dhënë dy kuptime: ngritje në gradë dhe pozitë tek Allahu, pra kuptim shpirtëror. Këtë e përkrajnë shumica e komentatorëve të Kuranit, mufesirinëve, si Kurtubiu dhe Taberiu. Ngritja në një vend të lartë në qiell përmendet në disa rrëfime, por nuk ka hadithe sahih të cilat e sqarojnë apo e vërtetojnë apo e sqarojnë në mënyrë të më hollësishme. Ibn Kathiri thot, më i saktë është se kjo nënkupton ngritjen e tij në gradë të lartë tek Allahu xhalla shanuhu. Pra, si mesazh është se Allahu lartëson moralin, sinqeritetin dhe durimin, por jo pasurinë dhe pozitën materiale. Pra Allahu xhalla shanuhu i vlerëson më shumë ato punët që bëhen që kanë të bëjnë direkt lidhje me shpirtin. Pastaj kemi një përmendje tjetër të Idrisit a.s. në një kaptim tjetër në surën Al-Anbiya ajeti 85, ku Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa Ismaila wa Idrisa wa dhil kifla kullu min as-sabirin." Përkujtoje Ismailin, Idrisin dhe Dhul-Kiflin, të gjithë këta ishin prej të durueshmëve. Sa i përket kuptimit nëpërmjet komentimit të Kuranit, këtu Allahu e përmend Idrisin në mesin e pejgamberëve të cilët kanë qenë të durueshëm. Pra edhe Idrisi ka qenë i tillë. Njëra prej cilësive që e kanë pas të gjithë pejgamberët, por që edhe ne duhet me marrë mësim që të jemi të durueshëm në x situata apo raste, sepse durimi pastaj sjell edhe të mirat e veta të cilat janë të shumta. Sipas Kurtubiut, durimi i tyre ishte në bindjen ndaj Allahut, në përballjen mes prova dhe në këshillimin e popujve të tyre. Ky ajet tregon se vlera e pejgamberëve motet me durim dhe besim, jo me rezultatet e jashtme të thirrjes. Mësimet të cilat nxirren nga kjo histori apo nga historia e Idrisit a.s. mund të jenë të shumta, por ne i kemi marrë disa prej tyre. Ku Idrisi a.s. është një pejgamber të cilit janë zbritur fletushka apo flet shpallje hyjnore. Pra është i pari pejgamber që i kanë zbrit fletushka nëpërmjet të cilave janë bërë lejesat apo edhe janë bërë edhe ndalesat. Idrisi është lavdëruar në Kur'an për besnikëri, drejtësi dhe virtytshmërinë e tij. Ai është ngritur nga Allahu në një pozitë të lartë që në jetën e kësaj bote
ka jetuar në tokë dhe ka vdekur në qiell. Ai është ndër ata që janë bërë monument durimi dhe shembull i mirë për popullin e tij dhe brezat pastardhës. Ai është prej njerëzve të mirë të devotshëm, të cilët kanë merituar mëshirën e Allahut xhalla shanuhu. Idrisi alayhis salam është i pari që ka shënuar me pend dhe i cili ka qenë rrobaqeps. Dhe thuhet se Idrisi alayhis salam, me që ka qenë rrobaqeps, do të qep rrobat për banorët e xhenetit. Inshallah, morrim mësim nga këto mësime, nga historia e këtij pejgamberi shumë të ndershëm, pra që t'jemi të virtytshëm, t'jemi të drejtë, t'jemi besnik, t'jemi të durueshëm, sepse gjitha këto janë prej cilësive që i nevojitën njeriu, dhe nëse ju përmbahet apo i forcon këto cilësi, gjithherë ka me dalë fitues ndaj sprovave të ndryshme të kësaj dynjaje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.